Po ngisja makinën përgjatë një rrugë malore në një mëngjes me diell, ajri ishte i pastër dhe i freskët, kur pa pritur një dre u hodh në asfalt drejt përpara meje. Instinktivisht shtypa fort frenat, goma gërvishtën rrugën dhe makina u ndal rreth 3 metra larg tij. Zemra më rrite fort, por pastaj pash diçka që më bëri të harroja gjithçka tjetër. Dreu qëndronte në mes të rrugës duke marrë frymë rënd, me gjoks që i ngrihej e zbriste shpejt, ndërsa qimet i shkëlqenin nga djersa. Që në sekondën e parë kuptova se diçka nuk shkonte. Hapa derën me kujdes dhe dola ngadalë, duke u përpjekur të mos bëja lëvizje të vrullshme që mund ta trembnin. Rrezet e diellit ndriçonin briret e tij madhështor, të gjerë dhe të degëzuar, një bukuri e egër e malit. Por sapo ju afrova disa hapa më shumë, u ngriva në vend nga pamja. Rreth qafës së tij ishte futur një gomë makine, si një jak e zezë, e rëndë, e ngurtë. Nuk ishte thjesht futur, por ishte ngulur thellë, duke e shtrënguar mishin e kafshës. U ktheva me nxitim te makina, hapa kutinë e dorezave, mora një thik të vogël që e mbaja gjithmonë për emergjenca dhe një shishe uji. E preva shishen për gjysmë dhe pjesën e poshtme e mbusha me ujë të freskët. U afrova me kujdes duke e vendosur në asfalt vetëm pak centimetra para tij. Dreu bëri një hap të pasigurt, u përpoq ta ulte kokën, por në atë moment ngriti muskun me një rënkim të shkurtër, të ngjirur, plot dhimbje. Vetëm atëherë e pash më qartë, nën skajin e gomës rrifte gjak i freskët, ngjyrë e kuqe e ndezur. Një tel i ndryshkur metalik dilte nga brendësia e gomës dhe i hapej në qafë sa herë që përpiqej të lëvizte. U drodha. Tani gjithçka merrte kuptim, kafsha ishte hedhur në rrugë jo nga frika, por nga dëshpërimi. Ai nuk mund të pinte ujë, nuk mund të hante, dhe çdo përkulje i shkaktonte një dhimbje therse, të padurueshme. Fillova të eci ngadalë rreth tij për të parë dëmtimin. Ai më ndiqte me sy, vigjilent, por nuk largohej, ishte shumë i dobët, shumë i lodhur. Goma dukej si një barë e rëndë, e pajustifikueshme, sikur dikush i kishte varur një unaz betoni rreth qafës. Qimet përreth ishin fshirë dhe lëkura e tij ishte bërë një brazë e thellë, e kuqe, e irrituar. U përpoqa me të dyja duart të kapja skajin e gomës dhe ta ngrija, duke shpresuar se mund ta nxirrja sipër brirëve. Por sapo preka gomën, dreu lëvizi kokën me një lëvizje të fortë dhe unë rash mbrapsht në asfalt. Atëherë kuptova një të vërtet të hidhur, briret e tij ishin shumë të degëzuar dhe të gjerë, dhe vetëm me forcën e duarve të mia nuk do të mund ta hiqja atë mallkim të zi që e mbyste. Nxora telefonin me duar që më dridheshin nga nervozizmi dhe thira shërbimin e shpëtimit të kafshëve të egra. Pas pak sekondash, një dispetcher u përgjigj. I shpjegova me shpejtësi situatën dhe ai më tha të qëndroja pranë kafshës, por të mos e prekja më. Një veteriner është në rrugë, më tha me një zë të qetë që të jepte siguri. Disa minuta më pas, ndoshta 20, por që mua më dukën të pafundme, unë qëndrova aty, vetëm pak metra larg verit. E vëzhgoja dhe zemra më dhemte. Ai nuk përpiqej më as të ulte kokën drejt barit anës rrugës, edhe pse dukshëm kishte uri dhe etje. Dhimbja ishte bërë më e madhe se instinkti i tij për të mbijetuar. Më në fund, një makinë shërbimi, një pick-up i bardhë me logon e faunës së egër, u ndal pranë nesh. Një burr me sy të lodhur, por të kujdesshëm, doli nga makina duke mbajtur një çantë të madhe në shpatull. Ai eci rreth verit me hapa të ngadaltë dhe e shqyrtoi me vëmendje. Zoti i madh, murmuriti ai. Ky kafsh ka ecur kështu për një kohë të pabesueshme. Shikoni qafën, është thuajse krejt e zhveshur nga qimet, mish i gjallë. Ai nxori një shiring të qetësuesit, kontrolloi dozën me kujdes dhe përgatiti gjithçka. Ndërsa ai punonte, mua më dukej sikur koha ishte ndalur. Era e mëngjesit lëvizte but gjethet e pemëve, por krejt ajo bukuri natyrore kontrastonte me vuajtjen e kafshës që qëndronte para nesh. Veterineri më pa shkurt dhe tha, do të duhet ta qetësojmë. Vetëm kështu mund t'ja heqim këtë monster nga qafa. Ai mori pozicionin e duhur, ngriti shiringën dhe u afrua ngadalë drejt verit, ndërsa unë qëndroja pas tij, duke mbajtur frymën, duke u lutur që gjithçka të shkonte mirë për atë krijesë të bukur që thjesht po kërkonte pak lehtësi, pak shpëtim, pak mëshirë në një botë që shpesh e harron natyrën krejtësisht. Veterineri ju afrua me kujdes, u ul në gjunjë dhe i dha një injeksion në këmbën e pasme. Pas 5 deri në 7 minutash, veri vazhdonte të qëndronte në këmbë, por tashmë i qetë, me sytë gjysmë të mbyllur, sikur po dremiste. Frymëmarrja i ishte bërë më e thellë dhe më e ngadaltë. Veterineri u përpoq të rrotullonte gomën rreth qafës së tij vetëm me duar, por ajo nuk lëvizi as për 1 milimetër.
Është ngulur keq fare, tha ai, duke tundur kokën me zhgënjim. E pyeta se çfarë kishte brenda gomës, sepse dukej anormale, shumë më e rëndë se një gomë e zakonshme. Veterineri u përkul, ndriçoi brendësinë me një dritë të vogël dhe tha me një ton të ulët, baldh. Shumë baldh. Ky i shkret ka qenë duke e mbajtur këtë gomë mbi 2 vite, ndoshta më shumë. Gjatë gjithë kësaj kohe brenda saj janë mbledhur dhe ngjeshur çdo lloj gjëje dheu, gjilpërapishe, degëza, myshk. Tani është e ngjeshur si beton. Ndjeva stomakun të më shtrëngoi. Nuk ishte thjesht një barë, ishte një mallkim i rënd, një vuajtje që e kishte ndjekur çdo ditë të jetës së tij. Veterineri shkoi tek makina e tij, hapi kasën e veglave dhe nxori një sharë dore metalike. Filloi të priste skajin e gomës me të, por pas vetëm 1 minutë ndaloi i lodhur me djersë që i pikonte nga balli. Ka një kabllot çeliku brenda gomës, shpjegoi ai, duke marrë frymë me vështirësi. Një sharë dore nuk e pret dot. Më duhet diçka më e fuqishme. I sugjerova të provonim të hiqnim balten nga brenda së pari, që të lehtësonim peshën, ndoshta kështu do të kishim më shumë mundësi për ta lëvizur. Ai miratoi idenë dhe u kthye pranë verit. U afrova pranë kafshës, i vendosa dorën mbi kokë, duke e ledhatuar butësisht mes brirëve, me shpresën që sedativi dhe prania ime do ta qetësonte. Veri rinte i qetë, me qafën e varur paksa përpara, duke i besuar një grupi të huajsh që luftonin për ta shpëtuar. Veterineri futi duart brenda gomës dhe filloi të nxirrte baltën e ngurtësuar. Copat binin në tokë me një tingull të rënd, si shkëmbim të vegjël. Gjilpërapishe të mbledhura dhe të ngjeshura, gunga dheu të fortë, myshk i tharë, copa lëvore pemësh, madje edhe gur të vegjël. Të gjitha ishin bërë një masë e vetme, e fortë si shavor i betonuar. Ne hoqëm me duar gjithçka që arritëm të kapnim, por një pjesë e madhe e baltës ishte kaq e ngjeshur brenda gomës, sa do të duhej një mjet i posaçëm për ta qarë. Edhe pasi e pastruam aq sa mundëm, gjetëm sërish të njëjtin problem, goma nuk kalonte dot mbi brirët e tij, të cilët ishin të gjerë e të degëzuar si një kuror mali. Veterineri fshiu duart në pantallona dhe tha me vendosmëri, duhet prerë. Nuk ka tjetër zgjidhje. Më duhen gërshër hidraulike. Do të thëras zjarr fiksit. Qëndruam në heshtje pranë verit, i cili tani ishte pothuajse në gjumë nën efektin e sedativit. I fërkoja qafën butësisht dhe me gishta ndjeja brazdën e thellë që goma kishte krijuar. Lëkura ishte e fryrë, e butë në disa zona, e qarë dhe e ashpër në të tjera. Ishte një plagë që tregonte historinë e një vuajtjeje shumë më të gjatë se ç'mund të imagjinoja. 20 minutat që pasuan u dukën të pafundme. Veri qëndronte i palvizur, duke marrë frymë ngadalë, dhe unë fillova të shqetësohesha se qetësuesi mund të fillonte të humbiste efektin para se të vinte ndihma. Ajri malor dukej më i rënd, më i ngarkuar. Më në fund, një kamion i kuq zjarfikës u shfaq në kthesën e rrugës dhe u ndal pranë nesh. 2 burra zbritën prej tij, duke mbajtur një palë gërshër hidraulike të mëdha, ato që përdoren zakonisht për të qarë metal pas aksidenteve automobilistike. Zjarfiksi i parë vendosi tejet e mjetit mbi skajin e gomës dhe u përpoq të shtypte dorezat me forcë. Por vegla rëshiti menjëherë nga goma e lëmuar dhe e rumbullakët. Është shumë e lëmuar, tha ai. Nuk kap dot asgjë. Nuk ka asnjë vend ku të fiksohem. Në atë moment më kujtua diçka, një detaj i vogël që mund të bënte gjithë ndryshimin. Pasi kishim hequr baltën nga brendësia e gomës, në atë pjesë të poshtme ishte krijuar një skaj i parregullt, i dhëmbëzuar, një vend ku vegla mund të kapte më mirë. Zjarfiksi i parë pohoi me kokë. Po, aty do ta provojmë, tha me vendosmëri. Veterineri dhe zjarfiksi i dytë u vendosën në 2 anët e dherit, duke i mbajtur kokën butësisht por fort, që të mos lëvizte në momentin kritik. Unë u tërhoqa pak prapa, për çdo rast, nëse kafsha do të dridhej nga refleksi, dhe u rreth nesh mbante ende aromën e myshkut dhe të dhutë të lagësh që kishim hequr më parë, si një kujtesë e heshtur e viteve të mundimit të kafshës. Zjarfiksi u pozicionua me kujdes, vendosi gërshërët hidraulike pikërisht në atë zgavër të krijuar nga balta e hequr dhe filloi të shtypte dorezat. U dëgjua një kërcitje e mbret, një zhurmë metali që çante diçka të fortë, pastaj një krak i thatë dhe i qartë, kabloja e çelikut brenda gomës më në fund ishte këputur. Por goma, edhe pse e dëmtuar, nuk u qa krejtësisht. Ajo ende mbante formën, e lidhur në pjesën tjetër nga shtresa e trasha e gomës së ngurtësuar. Zjarfiksi nuk u dorëzua. Ndërroi menjëherë anën dhe vendosi gërshërët në skajin tjetër.
Shtypi fort me gjithë forcën e duarve dhe peshën e trupit të tij. U dëgjua përsëri një snap i fort dhe këtë herë goma u nda më dysh, duke u hapur si një qafë e çliruar pas një dënimi të gjallë. Veterineri dhe zjarfikësi i dytë kapën me kujdes të dyja gjysmat e gomës dhe i tërhoqën larg qafës së dherit. Ato ranë në asfalt me një zhurmë të rëndë, të mbytur, një tunk i thellë që i hoi gati si një rënkim në gjithë zonën. Të gjithë që ishin aty heshtën për një moment, sikur të kishin parë heqjen e një prange nga qafa e një të burgosuri që më në fund merr frymë lirisht. Njëri prej zjarfikësve u përkul dhe u përpoq të ngrinte gjysmën e gomës me një dorë. E ngriti me vështirësi vetëm pak centimetra nga toka dhe fishkëlleu i habitur. Është jashtëzakonisht e rëndë, tha ai, duke e lënë sërish të bjerë në asfalt. Aty mu kujtua se kisha një peshore suste në bagazh, një mjet që e mbaja gjithmonë për peshkim. Vrapova drejt makinës, e mora dhe u ktheva te grupi. Vendosëm peshoren dhe i matëm që të dyja gjysmat aty në vend. Së bashku, peshonin 19 kg. Gati 20 kg. Kjo më goditi si një grusht në stomak. I imagjinova të gjitha ditët, muajt, stinët që kishin kaluar mbi qafën e atij kafshe të pafajshme. Ishte njësoj sikur të mbaje një kovë të mbushur me gur rreth qafës, pa pushim, për 2 vite rresht, çdo sekond, çdo hap, çdo përkulje. Veterineri u përkul pranë dherit dhe me kujdes shtriu dorën përgjatë qafës së tij për të parë dëmtimet. Gjinkat e leshit ishin fshirë pothuajse deri në lëkurë. Brazdat e thella, të kuqe, ishin të dukshme dhe të dhimbshme vetëm duke i parë. Lëkura ishte e irrituar, e fryrë, me zona të errësuara nga fërkimi i gjallë. Për fat të mirë, nuk po rrifte gjallë. Ai mori një shishe antiseptiku dhe filloi të lante plagët me një rrjedhë të drejtë për drejtë, pa kursim. Lëngu i pastër dhe i fortë kullonte poshtë qafës së dherit duke pastruar gjithçka. Pas kësaj, aplikoi një shtresë të trash vajrash shërues, duke e përhapur ngadalë mbi çdo gërvishtje, mbi çdo brazë të krijuar nga goma. Plagët nuk janë të freskëta, tha ai, duke kontrolluar me kujdes, por nuk janë infektuar. Ka pasur fat aq sa mund të ketë një kafsh në një situatë të tillë. Më pas, veterinari përgatiti një tjetër injeksion, një antibiotik parandalues. E aplikoi me shumë kujdes, duke u siguruar që kafsha, edhe pse nën efektin e sedativit, të mos trazohej. Ka ecur 2 vite me plagë të hapura, shpjegoi ai. Me siguri i duhet mbrojtje që infeksioni të mos përhapet. Më pas përgatiti një injeksion të tretë, antidotin që do ta nxirrte dherin nga gjendja e qetësimit. E aplikoi në këmbën e tij dhe pastaj u tërhoqëm të gjithë pak prapa. Gjysmë minute më vonë, diçka e vogël, e pakapshme filloi të ndryshonte. Këmbët e dherit u drodhen lehtë. Qafa ju ngrit gradualisht. Frymëmarrja ju shpejtua, por pa panik. Ishte sikur trupi i tij po kthehej ngadalë në këtë botë pas një gjumi të rëndë, mjekues. Sytë e tij filluan të hapeshin ngadalë, me qepallat që dridheshin nën dritën e diellit. Pamja ishte e butë, e lodhur, por e gjallë, më e gjallë se më parë. Ai lëvizi pak kokën, pastaj briret, sikur të kontrollonte nëse prangat e padukshme ishin ende aty. Por ato nuk ishin më. Dheri filloi të mbyllte e të hapte sytë më shpesh, duke i rrahur qepallat si dikush që sapo po zgjohej nga një gjumë i rëndë e i thellë. Ngadalë ngriti kokën pak nga pak, sikur po testonte muskujt e qafës që për 2 vite kishin qenë të kufizuar nga ajo gomë mizore. Mbajta frymën, i ngrirë në vend, duke pritur të shija se çfarë do të bënte më pas. Dheri uli me kujdes muskun drejt një pellgu të vogël pranë anës së rrugës. Preku ujin me majën e hundës dhe pastaj filloi të pinte, ngadalë, me etje, me një dëshirë të thellë që tregonte se sa shumë i kishte munguar kjo lëvizje e thjeshtë dhe e natyrshme. E shikoja i magjepsur duke kuptuar se këto ishin glënjkat e tij të paranormale pas një kohe të pambarimtë vuajtjesh. Pasi piu për disa sekonda të gjata, Dheri ngriti kokën dhe lëvizi qafën majtas e djathtas, me kujdes, si dikush që nuk e beson plotësisht se është i lirë. Ishte një lëvizje e thjeshtë, por për të duhet të ketë qenë pothuajse e pabesueshme. Pastaj u drejtua drejt një tabele rruge aty pranë dhe filloi të fërkonte qafën e tij të lënduar pas metalit të ftohtë. Veterineri buzëqeshi dhe tha me zë të ulët, pothuajse me përkëdhelje, ky është gërvishtja e tij e parë e vërtet në 2 vite. Ne të gjithë qeshëm lehtë, të pushtuar nga një ndjenjë e çuditshme gëzimi dhe lehtësimi. Pas gjithçkaje që kishte ndodhur, ishte një pamje jashtëzakonisht prekse, një moment i vogël, por i çmuar, që tregonte se forca e natyrës mund të mbijetojë edhe përtej dhimbjes më të madhe. Dheri u ndal.
U kthye nga ne dhe na shikoi një nga një, duke ndalur shikimin për disa sekonda në secilin prej nesh. Ishte një vështrim I qetë, I thellë, thuajse I vetëdijshëm, sikur po përpiqej të memorizonte fytyrat tona, të na falënderonte në mënyrën e vet të heshtur dhe të egër. Pastaj fryu lehtë përmes vrimave të hundës, u kthye ngadalë dhe u drejtua drejt pyllit. Nuk vrapoi. Nuk u fshe. Thjesht eci me qetësi, me kokën lart, me një lloj dinjiteti të lindur, duke hyrë në pemët sikur po kthehej në shtëpi pas një lufte të gjallë. Zjarfiksi hoqi të dyja gjysmat e gomës dhe I çoi drejt kamionit të tyre të kuq. Ndërsa I vendoste në tokë pranë mjetit, pyeti I habitur, duke tundur kokën, si ka mundur të ecë me këtë peshë për 2 vite me radhë. Veterineri pshërtiu dhe ja shpjegoi ngadalë, me një ton të trishtuar që tregonte se e kishte parë këtë skenar më shumë se një herë. Dikush e ka hedhur këtë gomë në pyll, pa menduar për pasojat. Veri ndoshta e ka futur kokën në të kur ishte I ri, në periudhën kur atij I binin brirët. Atëherë, koka e tij ishte e ngushtë dhe goma kalonte pa vështirësi, por kur brirët I mbaruan së rrituri vitin tjetër nuk mund ta hiqte më. Ai vazhdoi duke shtuar, për 2 vite me radhë, goma u mbush me baltë e mbeturina. Çdo ditë, çdo shi, çdo hap që ka bërë, ka shtuar peshën. E kur kabloja prej metali u çar disa javë më parë, goma filloi t'i ngulej edhe më thellë në qafë. Nuk mund ta ulte kokën për të pirë ujë. Nuk mund të hante. Çdo gllënjë uji, çdo hije bari, I shkaktonte një dhimbje të padurueshme. Zjarfiksit dëgjonin në heshtje, të tronditur. Edhe unë po ndjeja një dhimbje të ftohtë në gjoks, duke imagjinuar kafshën që luftonte ditë pas dite, në një mjerim që askush nuk e kishte parë. Veterineri përfundoi duke thënë, veri doli në rrugë si një akt I fundit dëshpërimi. Nëse nuk do të ishte gjetur sot edhe 2 a 3 ditë dhe zemra e tij thjesht nuk do ta përballonte dot më. Shikova në drejtim të pyllit. Veri tashmë ishte zhdukur mes pemëve, I tretur si një hije e qetë në dritën e mëngjesit. Por imazhi I tij, qafa e liruar, ecja e sigurt, mënyra se si na shikoi para se të largohej, mbeti I gdhendur thellë në mendjen time. Kjo ngjarje zgjati më pak se 3 orë. Por ndihesha sikur kisha jetuar një jetë të tërë brenda atyre momenteve. Dija, me siguri absolute, se do ta mbaja mend këtë takim për gjithë jetën time, jo vetëm për vuajtjen që pash, por për mënyrën se si një kafshë e egër, e plagosur dhe e lodhur, Ju dha vetes një shans për të kërkuar ndihmë dhe e gjeti. Ishte një kujtesë e fuqishme se ndonjëherë natyra nuk kërkon shumë prej nesh, vetëm pak vëmendje, pak dhembshuri dhe pak guxim për të ndërhyrë kur një jetë e pafajshme varet në fije të perit.